Bismillahirrahmanirrahim. Një grua e shpëtoi qenin dhe I dha ujë për të pirë, sepse ai ishte buzë ngordhjes, dhe u bë sebeb që të shpëtonte qenin. Dhe ne sot, kur ndalemi, duhet të mendojmë sa kemi shpëtuar njerëz që s'kan pas ujë për të pirë, ose njerëz që s'kan pas ushqim për të ngrënë, ose njerëz të cilët vuajnë sot për kushtet minimale. Sa ne kujdesemi për kafshët, sa ne kujdesemi për njerëzit. Pra, një gjë shumë e vogël mund të jetë një hap shumë I madh. Prandaj Zoti tha në Kur'an, hal jazau l-ihsani illa l-ihsan. Mirësia me mirësi kthehet. Nëse ti e bën një vepër për Allahun, ajo shumë fishohet, dhe ajo mund të jetë në sy e vogël për të pa, por është shumë e madhe tek mëshira e Allahut dhe të jep xhenetin. Imagjino pra ti të fitosh xhenetin, sa të mira do të ndjekin në këtë botë, por në botën tjetër do marrësh të mirën e përhershme xhenetin.